Dashur, paguaj në një siguracion këta turistët kur ju në Shqipëri? Në Europë, në Sparin... Po, qartë. Unë isha në Costa Rica vjetë. Po, e vërtet. Dhe ati ku shkohen atë malin, ishte i gjithi i këshu, që quhet, me tabela, i sinjalistik, të gjithë thoshte, në këtë zonë, për shumë, mos shko se të hatë tigri. Ose në këtë zonë, mos shko se do bjesh diku. Nëse ti u çmënde dhe shkon, dhe ngel... është përgjithësia jote. Pa tjetër. Dhe sigurisht vjen ndihma të merë, po të sillen faturën. Në çdo... Do me thënë tani... Sillen faturën. Thonë, vajt atje, po. Po ne kemi miksin falas. Fatura sa është? Jo, ma fatura helikopterit. A, sa është faktura helikopterit? 5.000 euro, 5.000 do paguash. Po dërë tani kush e paguan? Asnjë. Ti dhe unë. Asnjë. Ne të dy? Ne. Ai byreku jot. Po, pra, merë byrekun mua. Do me thënë. Se të shpisha këtë. Merë byrekun mua e jetë ati një helikopter. Për shumë, që ndo se këtu, pra ne është për të qeshur. Në i bari për shumë që thyen kam, nuk shkon në helikopterit amare. E lë atje të ngordi. Po s'është s'ka pasaportu e? Bie në turist, del polici shkret, shkon në helikopteri, anë këte i merë këta njerës. Por, ka një gjë ama, ka një gjë, sepse a i shkon atje, po është totalisht e pa markuar. Se po t'ishte markuar dhe po t'ishte me signalizuar dhe po t'kishte një regulore që thot... A paguajnë siguracion ata, apo mungon dhe kjo kulturë, se vinë Shqipëri e din që është 4 ure dhe vinë edhe pa siguracion? Shikoj, para njerë që qytetari europian paguan siguracion. Po, a i e ka të paguar. Se është i paguar. Dhe kemi ne problematikën tonë e cila nuk jep faturën fund fare.